Me pikëllim sot mësuam se unë nga jeta, profesori, ish deputeti, veprimtari çështjes adhetare, antari kryesisë LDK-s në themelim, ish veprimtari Këshillit për Financim dhe patriot i devotshëm Qazim Kabashi. Në moshën 75 vjeçare ndahet nga jeta. Qazim Kabashi ishte një profesor i dalluar i historisë dhe njëri ndër ta të rrallët që ka guxuar dhe kur kishte të ndaluar të shpjegonte historinë shqiptare, ai e ka shpjeguar. Në dekadën e rezistencës ishte antari kryesisë së lëvizjes gjithë popullore në degën e LDK-s në Prizren. Ishte antar dhe udhëheqës i Këshillit të Financave. Ishte deputet i legjislaturës së parë të zgjedhjes së vitit 1992. Qazim Kabashi ka dhënë kontribut shumë të çmuar në arsim në komunën e Suarikës dhe Prizrenit. Veprimtaria e Qazim Kabashit ishte ndritur dhe plotat dhe dashuri. Ai një jetë të tërë i angazhuar për Republikën e Kosovës. Ishte i arrestuar disa herë nga Serbia për angazhimet e tija adhetare. Qazim Kabashi do të mbahet mend për shumë veprimtari adhetare. Ai varroset më 29 mars 2025 në varrezat e Korishës me Iqendi.